Zhvendosja aleancave gjeopolitike, paqëndrueshmëria e tregtisë globale dhe vështirësia e thellë, shumë e thellë e kaq shumë njerëzve që të besojmë te një Europë e re për kohë të reja. Por besoj se nuk ka moment më të mirë se sa ky për të na kujtuar se ndërkohë që me të drejtë kemi menduar për Europën e qëndresës, të mbrojtjes e të kapaciteteve të reja ushtarake, nuk duhet harrojmë Europën tjetër, Europën e iluminizmit, të arsyes njerëzore, e të përpjekjes për një paqe të përhershme jo vetëm mes vetes, por edhe me armiqtë tanë. Kjo Europë që në një moment të caktuar i dha jetë projektit më pa ngjashëm në historinë njerëzore, Bashkimin Evropian na mësoi se edhe ish armiqt mund të bëheshin bashk, edhe pse me plagë të hapura nga lufta dhe të krijonin një lidhje të përjetshme. Ata kthyen lumenjtë e vjetër të gjakut në rrugë të reja paqeje, duke rënë dakord se konflikti mund të zbutej vetëm përmes tregtisë, se tregtia e lirë është thelbësore për mendje të lira dhe se siguria nuk vjen nga rritja e kërcënimeve, por nga zgjerimi i të drejtave dhe mundësitë e barabarta. Ishte ajo Europë që na mësoi që në mes të konflikteve më të tmerrshme duhet të kemi besim te humanizmi i armiqve tanë, në të kundërt, ashtu siç na kujton Immanuel Kanti, kur armiqësitë degenerojnë në luftë shfarosjeje, e gjithë drejtësia shkatërrohet dhe paqja e përhershme bëhet barreza e njerëzimit. Armiqtë e paqes nuk duhet të na tërheqin me vete që t'u thurim lavdi armëve, këtu në Ballkan. I kemi mbijetuar luftës, bombave, konflikteve territoriale, shkatërimit e rënimit. E ka ndodhur gjatë jetës sonë, jo në ndonjë dokumentar të largët arkivës bardhëzi. E kemi mësuar se paqja nuk ka konkurrent. Ndoshta japse shpresa në atë Europën tjetër është më e madhe këtu. Eurooptimisti më i madh mes të gjithëve ne të mbledhur këtu, në këtë shtëpi nuk jeton në Paris a Berlin, po në Tiranë e Podgoricë, ku besimi në idealin europian i ka rënë të thellë. I kemi mbijetuar kolapsit ekonomik, i kemi mbijetuar migracionit, shvendosjes, i kemi mbijetuar lajmeve të rreme edhe përpara se sa të krijojë ky term, dhe kemi mësuar se bashkëpunimi nuk ka humbës. Ndoshta japse besojmë se Europa mbetet terreni më pjellor për të shndruar rrjetat e zymta të historisë në rrugë të shëndritshme për të ardhmen. Europa për ne është po aq një vend i bashkëndar shpirtëror saq është një mozaik rajonesh, gjuhësh e besimesh të ndryshme fetare. Ndoshta japse ndjejmë nevojën jo vetëm për politika të reja, por për një lloj të ri politike, një politike e cila ripërcakton jo vetëm atë çfarë jemi, por edhe se si jemi së bashku mes vetes e me botën. Një politikë e cila e sheh Europën jo si një fortesë për të mbrojtur apo një muze për të ruajtur, por si një shpirt i përbashkët që duhet mbrojtur, një fati të gjithë për të jetuar e një e ardhme e përbashkët për të ndërtuar. E për ta bërë këtë nuk duhet investojmë vetëm tek qëndresa e tek mbrojtja, por tek zemrat e mendjet që do të mbartin me vete shpirtin e Europës, fatin e Europës dhe të ardhmen e Europës. Dhe më lini t'ju pyes, shumë të dashur miq, pse të mos imagjinojmë një KPE të arsimit, të shkencës, e të inteligjencës artificiale, një aleancë ndërkombëtare përtej armatimit, një terren burimesh të ndërlidhura dijeje, kërkimi shkencor, inovacioni, ku territoret që nuk janë anëtarë të BE-s apo ende jo anëtarë të BE-s mund të bëhen kufi të ri investimi, pa burokraci, pa rregullime barra fiskale. Një ringjallje e asaj çfarë pasoi rënien e murit të Berlinit, ku Europa perëndimore zbuloi gjysmën e saj lindore, e ku investimet vërshuan në drejtim të lindjes, duke tërhequr të rinj në përqafimin e Europës, e duke nxitur epokën e fundit të mbështetur të rritjes reale, ku nga këto investime pati dividend mjaft të lartë në këta kufi të rinj. Le t'u japim të rinjve të Europës, bizneseve të reja,
një arsye më të mirë për të qëndruar se sa të flasim vetëm për armë apo riarmatim. Dhe le t'u japim një motiv të fortë për të ndërtuar, për të ëndërruar në tokën evropiane, në vend që t'i hedhin sytë të shkojnë larg për të ndjekur ëndrat e tyre. Në fakt betejë ajo nuk mund të ketë të bëjë vetëm me qëndresën ndaj asaj çka mund ta bëjnë të tjerët, por duhet të jetë po kështu, diçka që lidhet me atë çfarë ne mund të bëjmë për veten tonë, për fëmijët tanë dhe për Europën tonë. Nuk ka të bëjë vetëm me qëndresën kundër shkatrimit, kjo është apërmendsh, por ka të bëjë me kurajën për të ndërtuar, për të ringjallur urtinë e historisë sone, për të forcuar besimin në kapacitetet tona njerëzore të arsyetimit. Kur Donald Trump i tha se Zoti e shpëtoi nga plumbi sepse i plot fuqishmi kishte një plan për Amerikën, tha vetëm gjysmën e së vërtetës. Gjysma tjetër është se Zoti kishte një plan edhe për Europën. E nuk mund të ishte më e qartë se sa kaq. Europa edhe një herë ka një mundësi të dhuruar prej Zotit për të rishpikur veten. Le të sigurohemi që rrugtimi i Europës, i yni në këtë rast, nuk është një udhtim rrëmbimi si në pikturën e Veronezës, por një udhtim kthimi dhe rilindjeje. Një kthim në shtëpi, në një shtëpi që gëlon me ëndra për të ardhmen, e çliruar nga mitet e së shkuarës, e pas pak dyshim e mbrojtur mirë, por pa dyshim një shtëpi që nuk ngjan me formën e armëve, por me imagjinatën e fëmijëve tanë dhe të etërve tanë themelues. Një vizion që na takon ne ta sjellim në jetë. Faleminderit shumë dhe tashmë si mikpritës kam nderin t'i jap fjalën presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa.